nga lindja, nga Lugina e Drinos. Është interesant emri i këtij mali. Duket sikur është një bashkësi dy fjalësh, grek dhe slave. Stugora tek mali. Jemi në Longo. Këtu ndahen rrugët për në Koshovic dhe në Sotir. Ajo zonja, ajo nëna atje na përshëndeti me shprehen e famshme greke Jasas. Bredhi i Sotirës, monument natyre. Sotir Koshovic. Koshovica është fshati më i largët në drejtim të kufirit me Greqinë. 4 kilometra për në Sotir. Rruga për në Koshovic është e tërë shtruar. Është e tërë shtruar për bukuri. Këtu për gjatë Luginës së sipërme të Drinos. Ylli me qiell, një nga labitarët e rezistencës. Ja dhe gryka e Koshovicës. Fshati Koshovic. Ja dhe rapi Koshovicës, jemi në qendër të fshatit. Si quajni? Shkruan, kudo në botë shkruajnë gjëra shumë të mira dhe vlejnë për popullin. Qoftë mira, qoftë për të keqja. Kanë në dorë të ndreqin popull dhe qeverit. Dhe tek ne kemi shpresën shumë të gazetarët. Qoftë në gazeta, qoftë në televizor. Si e keni emrin? Emri kam Lazo Kaçi. Jeni këtu? Jam rritur në Shqipëri, kam punuar 35 vjet, kam dalë në pension, i ndershëm me gjithë baban tim. Nëse. Gëzojmë shumë. Shumë që takoj gazetar shqiptar. Shumë faleminderit, mesazh shumë i bukur ky që tha. Fshatin e kemi të bukur, por shumë i bukur. E kemi të varfër nga njerëz. Nuk kemi njerëz shumë. E po do vinë. Ka ikur, na i mori kur veti. Do kthehen. Do kthehen? Po krisë lufta, do kthehen. Jo, është vend i bukur. Nuk kthehen, po nuk erdi varfëria në kapitalizm, nuk kthehen ata. Kapitalizm ka tërhequr shumë njerëz. Kudo në botë, qytetet të mëdha kanë marrë po vjasu. Falenderit shumë për të fjalë që thash, inshallah të dëgjojnë për të mirë kudo. Po ju pret zonja. Ajo shëgjë, do vejmë në fush tani poshtë, të bëjmë sa punime atje në fush. A do punoni? Çfarë keni atje në fush? Çfarë kemi? E kemi top, kemi sa PM, kemi ardhi, kalojmë kohën. E kuptova. Shpjej gruan poshtë me motor edhe e bie lart. Punë të mbar. Mirupafshim. U gëzova shumë. Edhe unë. Ju lum pena edhe mendja. Shumë faleminderit. Si that? Ky zoti është kryeplaku joni fshatit. Kryeplaku më i ri, megjithëse ka emër të vjetër. Kryeplak, por nuk është krye i ri i fshatit tonë. Si quheni? Orest kush? Shendi. Dhe jeni këtu? Nga Koshovica. Interesant ky emër. Koshovica, emër slav. Po ju këtu jeni komunitet që flisni greqisht. Edhe shqip flisni. Dhe shqip. Sa shtëpi ka ky fshat i bukur? Tani afer 100 shtëpi. 100 shtëpi ka? 100 shtëpi me lagjen e poshtme. Me lagjen e poshtme. Po ju keni dhe një lagje tjetër që është nga ana tjetër e kufirit. Ajo e qendare.
Është ndarë. Është ndarë ajo, tani është e zë Republika e Greqisë. Do më thënë, kjo është një fshat që ka 2 lagje, një në Shqipëri edhe një në Greqi. Po tani sa banor ka? Tani ka afer 70 banor. 70 banor janë këtu. Shkolla? Nuk ka. Nuk ka, fëmijët shkojnë, nuk janë. Nuk ka, s'ka fare fëmijë. S'ka fëmijë, janë vetëm të moshuar. Vetëm të moshuar, pensionista dhe sa... E po këtu është bukur për të moshuar sepse me ajër të pastër. Është bukur këtu sepse është ajri i pastër. Kemi një nga fshatrat më të mira të Dropullit. Është në nivel rreth 500-600 metra. Mbi nivelin e Ka detit. shumë pemë, pjellore, Edhe ajër, ajër. oksigen të pas, kemi male, janë bërë lufta në këto male të Murganës. Në 1950-ën, dua të flas shumë, po herë tjetër. Erti, sa vjeç jeni? Unë jam 78, Qofshi shëndosh. jam plak. U gëzova shumë, Edhe sinqerisht me gjithë zemër. e shkoj se po thret zonja se do Shokja shkon. pret, tash pje bërë. Është do ka punën ajo për të bërë sot, ka Ajo për ka punë, po dhe planin. unë kam për të prerë, ata gjem batë të për të me gërsenë dhe me qarë. E po ju mban Me puna, bete qefi ju tani, mban se po të puna. mos kisha për të shkuar në fushë, do të mirë janë në shtëpi. Shumë Do faleminderit për pini mirëpritje. nga një gotë raki, do kënaqesha unë, më shumë nga juve. Prap miru pashë. Mirë pafshin. Të fala Tiranës. Të fala dhe ju. Tirana Punë të mbarë. është krijetiteti më i dashur i Shqipërisë, emri më i mirë. Emri më i mirë. Po na kujtoj dhe gjërat e këqija që ka ndodhur nga Tirana për tërë Shqipërinë. Mos të kujtoj tani këtu. Jo. Duhet i kujtojmë dhe ato, po, herë Nuk i tjetër. kujtoj ato të këqija që janë bërë nga Tirana, po. Tirana mendon për popull. Ska njerëz të zgjuar, njerëz të mirë. Unë kam në Tiranë një shok shumë të mirë, të vjetër. Sevo Tarifën. Sevon, profesorin. Profesor Sevo Tarifa. Profesor. Po e njo. Kam korespondencë të mirë. Të shtu na vjen në Gjirokastër. Po vetë të takoj. Njeri i mirë, i dashur, i zgjuar, ka bërë më shumë se 120 libra. Bërëm që më gjetur në telefon, tani më thot jam në kompjuter, duke shkruar më thot. Të lumë të thomë, për fuqin që ke, talent që ke, gëzojmë shumë atë njeri. Prap jasës. Jasë të lazo, jasë. Po, burat mënqur. Janë të vjetër ata. E shikoj që punoni, mbani shtëpit këtu, vinë njerëzit dhe i rregullojnë shtëpit. Vinë, i rregullojnë. Se duam shatë. Po mbajnë në një qik bakti, në një qik? Kanë dhe bakti, kanë miren me bleta, miren... Me blet? Pak njerëz kanë ata që kanë... Po. Duen dhe bakti. Shikoj këtë pemë qershie, duket nga qershit e para. Po. Pas ka qelur shpejt apo është në ko? është në ko tani ajo. Në ko është? Në ko, se... Shumë qershie bukur. Në fund të majt ajo është ka mbaror, me thënë është. Pas keni këtu rapin e Koshovisës, Goxharap. Goxharap vetëm që... Trim, do më thonë, dhe atje qershia. Këto janë blit këtu. Këto pemët janë blit. Bli? Blit. Këto të trefen. Kujtova të qka, që t'ja thomë. Kur të vini herë tjetër këtu në Koshovicë, ose në Gjirokastër, të vini në Koshovicën tonë të dashur. Po u vika kollaj se që nga asfalt deri këtu. Shtëpine kam këtu afër, shumë as 100 metra. Do gëzojmë të rrim t'ja shtojmë. Dje kemi qënë në zëmër të Çamëris, në Janjar, në Mekat. E po, kur erdhëm këtu, na u bëj qefi, se vëmbre që këtu rruga është e shtruar me asfalt. Tirana më përpara pas ka shtruar këtu se atje nuk e kishte shtruar rrugën. Ka ardhur asfalti këtu në Koshovicë, po ka vajtur dhe në Sotir, ka vajtur dhe logo asfalti, apo vetëm këtu është? Përpara ka vajtur në Sotir, pastaj këtu. Edhe atje shkoj me asfalt? Ata asfalti e logo nuk ka asfalt, ka qimendo. Ata qimendo në beri Vangjeli Tavo, ja Gjurgusati, me paratë të tija. E kuptoa. Do më thoni kemë gjitha fshatra tani shkohet e rahat në për fshatra këtu të Dropullit. Të gjitha fshatrat Dropullit të mira janë e përgjithësi. Kanë rrugë të mira, por ka dhe dobësira, të ndërë që në vash. Edhe këtu pa policë. Edhe këtu s'kemi polici kufitare. Piramida?
41-3. 41-3. Midis dy lagjeve të Koshovicës. Koshovic, emër interesant, kujtoja se ka Koshovic vetëm në Fier, në qafën e Koshovicës. Po pas ka dhe këtu Koshovic, në këtë qafë këtu. Kjo qafë ndanë dy lagje të këtij fshati. Koshovicën në Shqipëri dhe Koshovicën që i thonë aja e Marena në Greqi. Tani do futemi një çik në territorin e Republikës Greke. Nuk jemi klandestin. Jemi udhëtar që respektojmë të gjitha gjërat dhe që na plotësohet ëndra e gjithë shtektarëve të gjitha kohërave të udhtojnë pa kufi. Ja këtu nuk ka as polici kufitare të Republikës Shqipërisë, as polici kufitare të Republikës Greqisë. Njerëzit lirshëm në bazë të ligjit me dokumenta mund të kalojnë në pikën kufitare të Kakavis, përderisa dhe këtu, në këtë cep të botës, këto kufi do të jenë inexistent, të padobishëm më, ashtu siç është ky këtu. Po këtu kam tafer. Rrugë të mbar. Zonja shkon te këtë afërmit e saj që i ka në fshatin tjetër. Kjo është lugina e sipërme e Drinos. Këtu fillojnë ujërat e Drinos, të rrjedhin në drejtim të veriut, deri atje ku bashkohen me Vjosën në Urë të Leklit. Në luginën e Drinos, në lumin e Drinos, nga Kraumajt, vinë ujërat e malit të Morganës dhe të Stugarës, kratë majt. Kurse në kratë të djathtë pastaj, është gjithë vargmali Shëndolli Lungjëri Bureto. Hajde të shikoni kopçin e Koshovicës po të doni. Çfarë kemi aty? Ma mbeti qefi që su mora në shtëpi. Që nuk u mora në shtëpi të rriti bej mua pëtë, do kënaqeshi të juve dhe unë bashkë. E kuptova. Po këtu keni kopshin tuaj. Populli shqiptar ka qenë i varfër. Po është punëtor, zemër madhe, kam shumë i Gjirokastit, jam rritur në Gjirokast. 35 vjetë Gjirokast dhe 15 vjetë në Greqi. Unë vetë njënë jam pa tjetër, edhe ti herë do vetë në Gjirokast. Kam shok që kam punuar, kam ikë të shkollës, plot njerës. Miru pafshim. Kur të vini herë tjetër djema, kur të vini herë tjetër, do më vini në Koshovicë. Pa tjetër. Në telefon të viu në Gjirokast u takoj. Jasas, rok të barë. Murgara. Plot me kjeca. Shisa kjeca mu. Drejti qendra. Është një çik. Rapi ishte atje.
Zotëri ju jeni kryeplak I fshatit Longo, Po, si quani? Vangjel Lazo. Jeni në pension dhe kryeplak apo? Pension këtu nuk ka të rinj. Të rinj kanë ikur të gjithë. Unë jam midis të rinj. Me profesion? Kam qenë mësues, Aha. derisa kam dalë Këtu? pension mësues. Në shkollë? Në Sotir, Keni qenë periudhë sotir? më të madhe, kam punuar në Sotir. Edhe shkoni në këmbë nga këtu dhe në sotir? Me këmbile malit e malit. E sa punë në këmbë nga këtu dhe në sotir? Me 45 minuta. Të Me mira. se kishte edhe një rrugë që shkonin kështu gjatë si Ah, i themi ne, po asaj i binde larg. Po shurë e bukur? Panoramike? Ishte e bukur, vërtet. Ishte apo është? Tash është vështirësia se rrugët janë Të praktisura? Praktisura. E kam fjalën për këmbësor. Për të dalë një shëtitje në këtë mal të bukur. Po, Është e mundur? është shumë bukur. Nuk diskutohet për ata që e pëlqejnë natyrën në këtë mënyrë është bukur shumë. E shikoj që këtu jeni shumë impricës. Shkuam atje në Koshovic edhe na pritëm me buzëqeshje. Edhe këtu na pristim me buzëqeshje. Shatrat të tona e kanë patur. Domethënë, sa më shumë largohesh nga Gjirokastra, aq më shumë e gjen mikpritjen. Njerëzit janë më të thjeshtë këtu nuk kanë ashtu. Tash u mor çik krajinën tim apo nesh? E po mirë, çdo kush ka drejt. Pas more krajinën tënde. Unë jam udhëtar, edhe shtektar dhe shikoj që më presim me buzëqeshje. Mikpritja është gjë e madhe, prandaj ju pyeta për cilën periudhë mendoni se të qëndrojnë turistët në fshat. Është periudha më e mirë. Gjatë gjithë stinëve të vitit është bukur këtu. Jo, bukur është, po mundësi për të qëndruar njerëz për të fjetur këtu është atëherë. Nuk ka gjë se rregullohemi, po ja unë po ju them që unë tani kam ardhur nga Korabi edhe këtu. Cepi tjetër. Jam gjitur me ski në Korab dhe kam dëshirë që këtu në këto male tuaja të ngjitem me ski. Kështu që unë mund të vi dhe në dimër, jo vetëm në verë, në Shumë dimër. rrallë bie e bor kaq sa si vjet? E po ne atje lartë të majnë që jitemi me ski, Atje jo do këtu t'ketë. në fshat. Tash ne nga skia s'kemi iden, kështu që mund të themi E kisha kush është fjalën, një vend i përshtatshëm. e kisha fjalën që ky vend këtu është për të gjitha stinët i bukur. Sipas me, Po, vetëm pak kushtet nuk janë gjithë një. jo, Po. me këto kushte që janë, njerëzit që vinë të rinë në fshat, nuk vinë, qofse duan hotele luksi, ka vende të tjerë. Për edhe kënaqësinë nëse do të vini në gusht. Kemi edhe festën e fshatit, po të jenë turistat shikojnë edhe festën. Po kur vinë nuk i pyesim dot se kur e doni E juve. mirë. Ata thonë dua të vinë në këtë kohë, edhe dua vetëm një vend për fjetur. Unë ju tregova kur është më mirë. E kam fjalën ashtu siç prisni miqtë tuaj, edhe turistat i prisni. Patjetër. Këtu sa shtëpi kanë në Longo? Tashti janë ja 85 shtëpi, janë gjendje domethënë që banohet kështu. Edhe njerëz? I kanë njerëz jemi pak shumë. Vetëm Në të tim moshuar. ja 35 vjet. Vetëm po ja dilni për të bërë punë të fshatit. E ç'të bëjmë, ka një pak kopsh që Po si e mbani kaq pastër fshatin? S'keni bakti? bakteria nuk këtu brenda në fshat jo. Po edhe sikur të kishte nuk do të jetë pa pastërtira jo. Nuk ka patur gjë. Edhe kur kishim bakte shumë, kujdeseshim, e mbanim fshatin bukur mirë. Pastër. Na pëlqen, është bukur është. Edhe kënaqemi për vete kur shohim pastër e mirë, apo kuptohet. E po shumë faleminderit për këto fjalë të Qofshi këndshme mirë. me shumë Edhe mirë. dashamirësi arsi. duket dhe me shumë buzëqeshje. Të na vini. T'ju kënaqim sa të kemi mundësi. Faleminderit, mirupafshim. Tani duam të shkojmë në Sotir, duhet të zbresim para poshtë edhe të marrim rrugën. Do zbrisim poshtë edhe kur të mbaron do ikni majtas. Megjithëse ka Po, tabela. Ka tabela. Ka tabela këtu. Po shikojmë që rrugët janë të gjitha të asfaltuara, e duket këtu në dropullin e sipër i keni zgjidhur këto punë të rrugëve. Po thuajse. Jo me cili si kudo njësoj, rruga e Sotirës nuk është si kjo e Koshovicës. Nuk ka të krahasohet. Është pak më e hershme. Është fshat më i madh ai. Jo, Sotira? fshat, si fshat nuk është më i madh. Më i vogël. Këto fshatra tona përreth, ky fshati ynë ishte më i madh. Ky është më i madhi. Këto 7-8 fshatrat e fundit të themi të. Se luginës sipër me Drinës, Po. që janë kratë majtë Drinës. Majtas e djathtas. Edhe keni edhe djathtë, dhe pse ato fshatrat atje djathtas nuk Jo, janë jo. Greqisë? Opa. Juve thatë majtas e djathtas si pas rrjedhjes së Sulumit. Po. Se unë majtas e djathtas tash siç ngjiteni për pjesën e Rrugës. Fshatrat për te janë fshatrat greke pastaj janë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kufinin e paskeni. Pra, ai Jo, fshati atje në fund, për shembull, kush është ai fshati atje që është në fund?
Majtas, nga ne. Ajo pjesë është pjesë e Koshavicës. Ajo pjesë e Koshavica Koshovicës. janë shtëpi dhe do që ishin sipër. Po aty është edhe parti. Ka dhe atje ku ka qenë reparti, ka dhe shtëpi të banorëve të Koshavicës. Mu, kufiri mu aty po se qenë. Kufiri ishte busta më. Jo, ku shkohet e pa të piramidë. Po. Ja, te piramida. Ja, ajo kresht atje është kufiri. Ujrat këte janë Shqipëri, ujrat andere Publike Greqisë. Kodra atje është fshat grek tash. Ai është grek. Që janë për të jetë. Deri atje kufiri vjen majs Kodrës. Pastaj zbret. Për shkollën, Për shkollën. nxënësit. Atje në Shkollën e Buleratit. Koshovicë, për shumë më thanë që Nuk s'kishte asnjë. asnjë nxënës. Edhe nga fshati s'ka, Sotira ka, Krioneri ka, është nga Seloja, nga Klishari një 2, edhe një nga shtëpit që janë këtu në fushë. Do më thënë, janë pak nxënës. E ku shkojnë këta të gjithë? Në Bulerat mblidhen. Në Bularat. Atje është një shkollë ku Atje mblidhen. është një shkollë, është dhe e mesme atje. Është edhe mesme. Edhe arsime kanë gjuhë greke. Arsimi është në gjuhën shqipe, bëhet greqisht gjuha, edhe u rritur nga klasa edhe elen të tjera. Klasën e 5 të më shumë, si përqindje, në klasën e 6 më pak, deri në klasën e 8. Deri në klasën e 5 bëjnë greqisht, mësojnë në gjuhën e tyre. Deri në klasën e 5 është greqisht dhe shqipja është gjuhë, ta themi gjuhë e E huaj. dytë. Gjuhë e dytë. Po. Pastaj duke filluar nga klasa e 5, nga klasa e 6, lëndët pastaj një pjesë bëhen greqisht, një pjesë Po, shqip. do më thënë, si pas programit Ministrisë Arsimit. I njëjti program është. I njëjti Me tekste program. dhe përkthjera. Në Bularat, sa nxënës po ketë gjithë e gjithë? Nuk kam ide. S'ka. Pak duhet jenë. jenë. Pak. Po tashti shkojnë dhe mësojnë e kanë më mirë që të bëjnë shkollën në Greqi, sepse Po, atje kanë familjet atje. Kanë familjet atje. Pastaj ka shkolla tjetër është në Jergucat edhe në Dervician. Këto 3 shkolla janë, për gjithë komunitetin që është në Këto 3 Lugin e shkolla. Trirës. Këto 3 shkolla janë. Dhe po, në Dropull. Në Drop.